për shembull gjatë muajit Ramazanit, pa dash me identifiku persona, ka persona që unë një, po besoj edhe ju njeni, që janë aq nervoz, aq të pasjellshëm, kanë aq fjalë më jetgues, saqë nuk e di edhe pse agjerojnë. Do me thonë, nuk e di ku është qëllimi i agjerimit tyre, pa dash me bo eksperten, sepse nuk e njën ashta unë sa ju, po a është normale një person që agjeron me njëtin e Zotit, edhe gjithë ditën me i bërtit fëmijëve, burrit, grus, ku ta di unë në punë, kolegëve, me i dhim të krytë në ditën, është e shoh të një 10% i rrithit tim. Fatkeqësisht të ndodhin, por kjo nuk është në mësimit që na jep muaji i bekuar i Ramazanit, sepse Zoti Ramazani vije për ata të cilët janë të shëndosh, jo për ata të cilët kanë... Po s'ka nuk janë të sëmurë hoq, po shpirtin fëtë. Kanë teke, po Ramazani me gjithë ato në Ramazan do të bëhemi ma vigilant, do të bëhemi ma të butë në raport me punëtor, në raport me familjarët. Të regohet një ngjarje së kur ai zoti i shtëpisë, kur ka thonë, vini më thërni 1 minutë para iftarit. Kur kanë shkuar, kanë thirrë, i kanë thonë, çu se u bo iftari, ka thonë, mos më bo, ku e bën vendin te. Prandaj nuk i kalon vend vetes as mu lut në momentet kur Zoti xhaleshanu hoq në lidhje të drejtë për drejtë me ta. Kjo është, po i referohemi përsëri fjalës së Muhamedit alayhis salatu wassalam. Absolutisht.